Mashallah. Ja, shiqur Zotit. Timi Lila, selamu aleikum nga Milano. Pergjina Azem, selamu aleikum nga Kalaja e Dodës. Mashallah. Alhamdulillah. Sa kemi hap Facebookun, janë diku ke, po shkojnë diku ke 200 njerëz live, rritet numrin çdo moment. Selamu aleikum nga Zvicra, nga Newcastle. Selamu aleikum nga Peja, mashallah. Mashallah, dhe Peja agjurojnë shumë. Edhe Peja, mashallah. Selamu aleikum nga Elbasani. Selamu aleikum, mirëmëngjes thot nga Fieri. Mashallah, Zoti begatoft. Te Mira Demi thot selamu aleikum nga München, Gjermani. Selamu aleikum nga Leverkuseni. Selamu aleikum nga Tirana e komunë. Enkeli, Zoti e begatoft. Enkel Cela. Enkel Cela, ishe të shkujt me mu shparta, kur do din në live vëllat. Mashallah, Zoti e shpërbleft, Zoti e begatoft. Amin. Mashallah. Amin. Gjermania, Gjilani, Wolfsburgu, Gjakova, mashallah, Zoti, Durrësi. Që thot Gjavit Gjafa, thot selamu aleikum, e urujt thot se nuk u muj thot me paramendu si fyrin për juve. Zoti është për amin, amin, inshallah. Faleminderit e Zoti na qytet se va. Nga Finlanda ka da Haliti Stuttgart. Ure, që kërkove një këti nga Kina. Po, kemi pas nga Kina. Jo, hyren tem. Po. Jo, hyren, jo, edhe këtë herë, po unë harova se ta që më kujtu, hyre ti merr dhe një selam. Nuk e di nëse ka pasazhe dhe ishte nga Kina, po s'e të prit çfarë do të ti kur je ka vala modë. Po, jo, edhe bi nga ana shpirtërore e ditë. Jo, ti bi direkt nga ana shpirtërore dhe nuk imagjinon dot kur shef në koment, po lene më të flasi. Për shembull, e kam pas gjithmonë se nga natyra unë mundohem që temës t'i jap një emocion. E kam kështu të natyrshme, jo se sforcohem. Edhe kur kam qenë për shembull në tema të tjera, po edhe në xhami për shembull kur jam për xhuma, xhamiat tona janë modeste dhe e nis kështu po bëhet vap. Ke parasysh edhe ajo ta prish terezin pastaj se nuk është trupi 100% okay, edhe pra çdo element, edhe nëse unë jam të fol, ti më thuaj mesazh. Po, saktë. E kupton ajo tul shpirtërisht sepse ti je i përqendruar 100%. Ti vetëm ne duke biseduar, ti ul kokën, se un kam shumë eksperiencë me median edhe në televizione. Kishte gazetar për shembull lart shumë që bëjshe bisedë dite me ta bë dhe pyetje dite me të panë sy, kishte të tjerë vëlla që ti tu dukte se po flet me veten, ti fol që ai se kishte mendjen, shifte celularin, përpara ka qenë dhe me letra. Për Zotin të bjen ana shpirtërore, është sepse kjo so bisedë politike. Sakt. S'është as bisedë për futbollin. Kjo po subo me emocion, po nuk doli nga zemra, me shkon zemër, më mos dil fare, se o turp. Sakt. Nuk ja vlen. Sakt. Tani inshallah te e kisha dhe çik është nes kondicioneri. Po lavdrim kalisi, lavdrim kalisi. Urdhëro këtu live, fike pak se si duket vapën e bon analogjinë me xhamin. Lavdrim kalisi thot selam aleikum nga Alaska. Është tamam thot. Tani nuk e di. Jo vllaz, besojmë thuj pana çu foto, e pana tregu që je në Alaskë, se është e pabesueshme. Çoj foto vllaz se deri, domethënë ki kërkum Kinën, po deri ka Alaska. Jo, se kishim shpresu. Na e vërtetov vllaz, thuj ti Zotit megjithëse për Ramazan s'gënjen njëri, po bëjmë shaka. Foto edhe sa ftofët është atje vllaz. Po jo, duhet të ketë një punë të mirë, se njerëzit që shkojnë atje duhet të ketë një punë specifike të veçantë, besoj. Alaska. Zoti i rujt. Nga Librazhti, nga Amerika. Mashallah. Ja kënaqësi nga gjithë bota, Zoti i begatoft. Nëse do t'i ndërtonim për të kuptuar domethënë sa të vëmendshëm ose si është ndjek tema e djeshme. Nëse na shkruajnë për shkakun ku e lam, ç'a lam ke tema e djeshme. Tani temën e ndjeshme, s'u s'po e kujtoj se ku e lam, po do vazhdojmë apo. Apo çika temë re sot pra. Po, pra, se e di unë ku e lam tani e kujtova, po them mos tifuzim kaq në një pyetje që merdi këtu nga komentet, thot po Ademi thot që është njeriu i parë ka pa Allahun? Jo, s'Ademi se ka pa Allah. Vetëm do të thënë në asnjë se ka pa Allah. Pejgamberi alayhis salam natën e Miraxhit e kanë pyet. Hel ra'aita rabbak? Ai ke parë Zotin tënd? Tha nurun rejt. Tha dritë kam parë. Nuk Zoti përveç xhenetit që ne e lam, me që po dalim, Zoti gjithësisë i qofshim atij fal,
vetëm banorët e xhenetit do ta kenë nderin e madh për ta pasur Zotin. Ne këtu e lam fakt. Po mendoj, duke qenë se o temë goxha shpirtërore, dhe në fakt është fillimi dhe fundi i temave në Islam. Se e kemi filluar me la ilaha illallah. Po nuk e kam vetëm për Amazon, jeta është këtu. Pra jeta është fillimi, mbarimi, hikja nga kjo botë e gjitha për atë çast të shkriju. Pra që ti jesh njeriu mirë, ai të fusi mëshirën e vet e ti ta shohësh. Pastaj e dyta është që ta shijosh xhenetin, se mos të bëhemi idealist, po baza e xhenetit është pamja e Zotit gjithësisë. Tjerat janë plus, tjerat janë një mirësi edhe një begati që Zoti don vetë nga mëshira e pakufishme e tij, që t'ia japi njerëzve të tij. Po ajka është pamja e Zotit gjithësisë, i qofshim atij fal. Po më mirë 10 netësin e fundit, sepse është situata edhe më e fuqishme nga ana emocionale, po edhe tema okay. Kur flasim për Musain alayhis salam, thash flasim edhe për pamjen e Zotit gjithësisë. Atëherë kemi lënë domethënë këtë ditë që fundit që do të flasim për Musain dhe kalojmë një si temë për shikimin e Zotit në xhenet. Më pëlqen shumë që po e kalojmë ditë që një nga në shumicën e komenteve që kemi pasur nga njerëzit ka qenë kërkesa për Sulejmanin. Po. Para se të kalojmë te Sulejmani, duke qenë se është ka ajo tradita që ka ardhur babë bir, domethënë profet, siç ka qenë për shembull Ibrahimi ka pas Isakun edhe Ismailin. Para se dalim tek Sulejmani, si dolin në pa Dauti, si u ngrit, si filloi historia e tij. Dauti alayhis salam me sqarim, qofse futemi thellë në shpjegimin teologjik, është më i madh se Sulejmani. Po sepse i ka zbrit libër. Domethënë, kujt i kanë zbrit libër? 4 pejgamberët e mëdhej. Ka zbrit Teurati, Musas. Zeburi, Dauti. Ungjilli, Isas. Kurani, Muhammed Mustafas. Këto janë 4 pejgamberët që veçohen për shpallje. Pra tregoj që është specifik se siç ka ndodhur për t'ia shpjeguar vëllezër dhe motrave. Erdhi për shembull Musai, derisa ka ardhur libër tjetër, çdo pejgamber që ka ardhur mbrapa ka gjykuar me Teurat. Prandaj është i modhi sepse edhe pejgamberët e tjerë pasojnë atë. Ka ardhur Zeburi, të gjithë qofse ka ardhur pejgamber mbrapa, po themi Zekaria e me radhë, edhe vetë Sulejmani, djali vet, kanë gjykuar me Zebur. Sepse çdo libër që ka ardhur në një kohë caktuar është përshtat me dimensionet asaj kohe në kontekstin e saj. E kemi sqaruar këtë disa herë, që nëse hoxhallarët, teologët dhe njerëzit që kanë studiuar shkencat fetare nuk dinë Kur'anin ta zbresin 2026-ën, i bëjnë shumë dëm Islamit. Gjithë duhet përpiqemi që kontekstin e Islamit ta sjellim sot. Po pe hoxhallar çuditshëm që po flas edhe në botë, jo po të ngul këmbë në mënyrë dogmatike, ata janë të rrezikshëm valla. Se ato nuk e sjellin Islamin si shkollë. Ti duhet marrësh Islamin që është i përsos dhe të shikosh çfarë klase është populli që ti jeton dhe ta bish Islamin në mënyrë graduale si shkollë. Qofse don njerëzve më shpjegoj Zotin, qofse do të ngjash si kaotik, si i çuditshëm, që të zihesh me tjerë se s'të kuptojnë, se je kaotik, kjo është pastaj gabim që e bën një hoxh, një teolog, apo po flas jo në trojet shqiptare, po flas edhe në botë. Kjo është shumë çështje që duhet kemi kujdes. Të shohim sa dituri ka. Për shembull, nuk është i soi vllai dashur, si i flet një kristiani, si i flet një hebreu, si i flet një ateisti dhe si i flet një muslimani. Ti po ta shohësh tani që jemi në podcast, ato që na ndjekin neve, i begatofti i madh i Zot, pra tregoj që agjërojnë dhe janë zgjuar për syfyr vëlla, kanë bërë sakrificë, prandaj ne e majmë temën më të avancuar. Unë po ta shohësh nuk përmend shumë jetë arabisht, për shembull kur jam ke Top Channel, kur jam me që ka audiencë më të gjerë, tu fol arabisht në çka ky shkrej që flet arabisht, s'di shqip ky. Do të jemi shumë të kujdesshëm ke kjo. Unë më ka ndash minimumi 3 vjet deri në 5 vjet të kuptojmë njerëzit
që nuk ishin këtu në Shqipëri, pse ky thot Zoti thot Allah. Po se nuk e kuptojshin që në Shqipëri po të thëshë Allah, koma se kuptojshin se këtu ishin klasë tjetër. Kurse Kosova, Maqedonia e përdorin emrin e të madhnueshmit Allah. Pra, neve duhet të jemi shumë të kujdesshëm me kjo. Nuk duhet të jemi emocional. Duhet të jemi të mençur dhe ta sjellim Islamin si shkollë dhe ta sjellim Islamin si masklasës që janë njerëzit tonë. Për shembull, se s'po hym akoma në temë, ma bon Allah, po është shumë e rëndësishme kjo. Kur pejgamberi alayhis salam e dërgoi Muadhin në Yemen, shokun e vet, do e dërgonte ke Ehlil Kitabët. Ato i njihshin librat e mëparshëm dhe i foli tjetër gjë, se sa i folte Abu Bekrit dhe Omerit. A e para tregoi që Zoti është një dhe një vetëm, në qoftë se ta pranojnë këtë thuaj që Zoti ka urdhëruar të falesh 5 herë, në qoftë se ta pranojnë dhe këtë mos thuj 10 gjona për herë. Ke pati sa që thirrin fen Shqipëri? Haram kjo, haram kjo, haram kjo, haram kjo dhe ai hutohet aq shumë sa thot hikër se ti je haram për vetë zhduku. Se ka fajin ai, ke fajin ti. Se pejgamberi i Allahut të madhërisëm i thoshte Muadhit duke e mësuar se si do t'i ftonte njerëzit në Islam. Gjoja parë tha shahadeti dhe që unë jam i dërguari i Zotit. Në qoftë se pranojnë këtë do dalësh ke klasa 2. Qoftë se pranojnë klasën e 2 do t'i çosh në klasë 3. Pastaj tha kush ishte klasa 3? Ti marrësh thotë pasurinë të pasurve tyre dhe ti ndash të varfërve që janë. Domethënë, ke parasysh taksa. Që ato që kanë mundësi ti jetojnë dhe ato që s'kan mundësi. Tu shpërndate për të varfrit, për njerëzit e smur, ai që quhet zakati. Po i thoshte gjithmonë, qofse e pranojnë këtë, ne vëlla është një, beso Zot, fal 5 vakte, haram kjo, haram ajo, le alkoolin, largo nga femrat, kështu, edhe ai thotë ikër haram. Si i bëhesh ti si haram pastaj, dhe s'ka faj, se ti e traumatizo, ti nuk i shpjegon Islam. Dhe ka shumë që e bëjnë të lodhi. Po, do të bëj një pyetje që para se të futemi te tema. Këta që e bëjnë këtë lloj forme, pavarësisht se neve të dy bim. Ta kenë jetën e mirë, po themi e bëjnë gabim. Ne të dy bim dakord teknikisht se kështu e mendojmë. Por ata thonë është shpall tani, thotë, është mbyll kjo feja, thotë, po hyre thotë. Pse profeti kur i thotë Muadhit nuk ishte shpallë, ishte shpall 90% e Islamit kur e ka çuar në Yemen. Po leje tani se këto janë estradë, të lutem shumë, se jemi në kohë së fyrit begat, mos se acarohen pastaj. E kupton se këto kjo është dogëm pastaj. Kjo po shpalli, kush po thotë se është shpall? Ne po themi si t'ja paraqesim tjetër që o klas parë. Me që o shpall doktoratura, ai klas parë, si do e kuptoj ai doktoraturën? Ja tani shkosh klasa parë. S'ka mësuar akoma alfabetin. Vjen njëri dhe i shpjegon atyre për fizikën kuantike. Kush duhet rraf nga këto, Dvezlit apo ky që flet për fizikën kuantike ka ato që janë klas parë? Fizikën kuantike e kuptohet vetëm Einsteini dhe Max Planck. Deri vonë. Ato që kuptojnë sot fizikën kuantike që po flasim ne janë shkencëtar me kokra. Ti e shpjegoj klasës parë. Kush e ka fajin? Hoxha që shpjegoi fizikën kuantike apo që klasë parë shkreti ashtu mësua alfabetin, ti i shpjegon gjëra që janë për universitet, për doktoraturë. Kurse neve po ta shikosh në kohën e syfyrit, po. Ne majm një se ti e shikoje kur ishte puna për pyetje, ti gjen prier, pra tregoj që ka një standard, një nivel. Dhe unë pse përpiqem t'i them arabisht edhe shqip, sepse janë vëllezër e motra që e kuptojnë vlerën e originalit që ka zbrit Kurani famlar. Kurse me qenë ato të masdite stojnë u bo arab ky, se apo jo s'kan faj. Unë duhet jemi kujdesshëm. Ja ke drejt. Tani të lutem, se unë e kam shkrihet për këtë punë dhe e njoh mirë. E di se si është metodologjia islame. Unë nuk jam dietar që i di gjithë fushat islame, pa atë që njoh mirë është thirrja islame. Për këtë e di se e kam studiuar thellë dhe jam munduar që ta praktikoj për ta kuptuar populli jon i dashur kush është Zoti që i dha jetën. Kjo është baza. Tani vëlla që se po vazhdojmë kështu, s'kemi temë tjetër. Futemi në temë. Dauti alayhis salam është një nga 4 pejgamberët që i ka ardhur shpallja. Dauti alayhis salam, pra paqja e Zotit qoftë mbi të, ka qenë i djali i thjeshtë. Nëpërmjet Dautit ne kuptojmë që kush është i sinqert dhe kush është i devotshëm, Zoti ja hap rrugët. Nuk i bë gjithë mbretër si Dauti, po i nderon. Se me i bë gjithë mbretër vëlla, se do thosh ti Dauti pas ka qenë sinqert dhe i devotshëm u bë mbret, u bë pejgamber dhe mbret i ben Israilëve. Ti thu, po mirë vëlla, të tjerët pse s'bën? Se nuk janë gjithë Dauti. Ka njerëz që janë devotshëm dhe të sinqert, po i bën mbret dalin nga feja ose dobësohen fe, sepse jo të gjithë janë aq të fuqishëm.
Ebu Dherri ishte shoku i pejgamberit. Dhe për një çështje i tha, ta drejtoj unë, tha. Jo, i tha pejgamberi. Natyra e dobët që keti nuk je për këtë gjë. Pa ishte në mënyrë individuale shumë i devotshëm. Për të drejtuar në një post nuk ishte. Nuk mjafton Se vetëm devotshmëria. ka kritere vëlla për të drejtuar. Çështje karakteri, çështje dije, çështje tolerance, çështje mesatarje, çështje ekulibrash, çështje menaxhimi, duhet dish të formosh staf, janë i sër gjërës dhe i devotshëm bëhet qesharak nëse si ka këto. Ai i devotshëm quhet ke Zoti do marrë shumë shpërbime. Dauti alayhis salam ishte ideal i cili rrinte dhe ishte bari. Kjo ishte puna e tij. Po, dhe pejgamberi ka thonë çdo pejgamber ka kalu një fazë që ka qenë bari. Dietarët kanë dhënë këtë shpjegim. Vllai, çana ka humbë neve në qytet, që të kuptojmë pse pejgamberët kanë dalë në raste të paktën gjatë ditës jashtë qytetit. Se pejgamberi ka qenë nga Ajka e Mekës, super qytetar. Po themi kur merrte baktin për të dalë dilte se duhet të jetë bari, duhet të jetë kushtet. Vllai dashur, çana bën neve qyteti? Kudo që janë dhe ato që na ndjekin, na betonizon. Elektrifikimi ka kriju dhe i problem tjetër, ne nuk i shohim më yjet në qell. Ne shohim poça tani, që ka vlerën e vet, po them, ne mahnitemi tani me qenë në një vend që është pak errësirë, sa bukur, ato e kanë paspa për herë. Dhe thojnë që kjo lloj gjëje që kanë bërë e ka afruar pejgamberin me natyrën. Ka pa pemët, ka pa jeshillëkun, ka pa bimën si rritet, ka pa delet se si rriten, begatia që ato marrin nga toka, mjërësit që ato japin qumshi dhe mishi, dhe kjo ka kriju pasaj lidhja me ret, me qellin, me pamjen e mrekullueshme blu të qellit. Gjitha këto e kanë bërë që ato ta thrasin shpirtin në besim. Ngaherë hutohemi vëlla, futu me i zyr, dil me i zyr dhe duket sikur bota është vetëm betoni që tërthon. Kemi thënë udhëzimi i parë. Udhëzimi i parë. Po, ta afron më shumë me udhëzimin që është për gjithë, është dhe për besimtarin, jo besimtarin, gjithë janë barabartë ke kjo. Kush kërkon është udhëzimi i dytë që Zoti e udhëzon. Kurse kërkon Zoti e humb. Ato shpjegimet. Dhe Ben Israilët i kërkojnë pejgamberit asaj kohe një drejtues, një mbret që armikut i cili kishte mposh gjithmonë, edhe ja kishte zotru pronat edhe pushtetin që ato kishin, ja kishin marrë padrejtisht, kishin kohë Ben Israilët që vunin nga kjo, i than pejgamberit na përzgjedh një drejtues që drejtonte shtetin, drejtonte gjithë Ben Israilët. Dhe mbasi ai ja kërkoi Zotit, i thot Zoti gjithësisë ai që do drejtoj do jetë Taluti. Jo Dauti, Dauti ishte më i ri. Dhe sa i tha emrin e Talutit, ato direkte, se ishin keq edukuar në këtë aspekt, i thanë, jo më që Taluti, se ai nuk ka pasuri, kush është ai? Dhe menduan se mos do zgjidhte Zoti njërin prej këtyre. Dhe pejgamberi i tha Talutit, Zoti i ka dhënë dije dhe fuqi fizike për ta përballuar këtë amanet. Dhe ngretja i ushtrin. Ndër ushtarët ishte edhe Dauti, alayhis salam. Kështu e ka qenë i ri. Atë që po thoja, kush është i sinqert edhe i pastër, dhe ishte në urdhrat e Talutit në këtë kohë. Taluti ishte i pari. Dhe nisën për të luftuar me këtë ushtri të ashpër, ku krye komandanti i këtyre ishte Xhaluti. Pra ky është Taluti, Xhaluti dhe Dauti. Po ti shofsh edhe emrat e asaj kohe. Nisën dhe i pjesë refuzuan që në fillim. Thanë po jo Taluti ne vazhdojmë. Një pjesë tjetër rrugës, Taluti ishte i mençur dhe i sprovoi. Tha kur të kalojmë ke këto burime ke ky lum, nuk lejohet pim ujin shumë. Për shkak se ne jemi për sprovë, jemi për luftë. Dhe këtu do provojmë durimin që ne kemi. Përveç atij që pin pak. Pra sa për të vazhduar. Dhe aty një pjesë ngelën. Dhe ai i tha që ktheuni se nuk e përballoni dot, se lufta ka i problem, shkon, po ike pastaj, futëm panik në gjithë ushtrinë, qofse si i Zotit ta përballosh. O dil o mos dil. Dhe u kthy një pjesë. Kur shkuan atje, kundërshtarët ishin më shumë në numër, dhe ishte Xhaluti person shumë i fuqishëm, shumë i madh, dhe nuk i kishte dalë askush vetë se e kishte vrarë. Dhe prap një pjesë tjetër u stepën, thonë ne nuk kemi forcë ta ndaj Xhalutit dhe ushtrisë tij. U tërhoqën dhe ca. Dhe ngelën më të devotshmit. Por kur janë devotshmit,
atëherë edhe Zoti është me ato, nuk ka problem sa është ushtria tjetër. Dhe thot Zoti i gjithësisë, këto që ngelen thanë Rabbena, Zoti jo na jep neve durim dhe na forco këmbët tona në këtë betejë. Pra ishte betejë jeta vdekje. O do ngreshin ben Israilët në atë kohë, ose do vazhdonin tu persekutonin, tu robronin. Doli Xhaluti siç e kishte, i kishte vrarë gjithë më përpara. Po, Beteja paraprake që ajo është gjysma e betejës. Pra kush fiton atë, i jepet heroizmi për ushtrinë. Nuk dilte asnjë nga muslimanët. Asnjë. Dhe Taluti tha, doli Dauti dhe e pasi të vogël, po ishte ka qenë shumë i fuqishëm Dauti alayhis salam. Kjo që rrin tek kështu i kishte dhënë fuqi edhe më të madhe. Ke parasysh çdo gjë bio, natyral. Dhe Taluti tha i fjalë. Tha kush e vret Xhalutin, vajzën time e ka për bashorte. Po Dauti alayhis salam nuk doli për atë gjë. Dhe u përballën kur e pa Xhaluti tha, një fëmijë keni gjetë, një tri, dhe në kohën që luftojnë me njëri tjetrin, thot Zoti i gjithësisë e vrau Dauti Xhalutin. Pastaj ushtria mori revansh dhe fitun. Dauti alayhis salam u bë një nga personat më të përmendur dhe më të kënaqur që ishin me të, për shkak të trimërisë dhe sinqeritetit që tregoi. Si tham, kush është sinqert dhe i drejtë dhe i mirë i hapen rrugët, zbohen gjithë mretër vëlla. Por i hapen rrugët edhe shef begatit mëdha në këtë botë dhe në botën tjetër. U martu Dauti me vajzën e Talutit. Mbasi Taluti vdes mas disa kohësh, Dauti trashëgoi pushtetin. Sepse kishte vajzën e mbretit. Dhe këtu Zoti i gjithësisë, për shkak të devotshmërisë madhe që kishte, për shkak të përkushtimit madh, e zgjodhi si pejgamber. Pra deri në këtë moment s'kishte Jo, ishte, si thamë, në 40 vjeç ka ardhur pejgamberllëku dhe Muhamedi alayhis salam edhe Musait edhe të gjithëve. Dhe Dauti bëhet pejgamber, po edhe drejtues i ben Israilëve, i cili ushtri sundimi i tyre goxha shumë me Dautin, me këtë njeri të devotshëm dhe një nga pejgamberët më të mëdhoj. E di çka ka i gjo Kurani? Sa pejgamber përmendën? 33. Që leja ato, po flas për ato që janë me emra, se pastaj është Dhulqarneini, është Khidri, 25. Ke këto 25, se ne themi 25 pejgamber, apo jo? Shumica përmenden vetëm me emra. Është shumë interesante kjo. Se po ti thuaj 25, kujtojnë se nuk ka histori për to. Dhe Kifli përmenden vetëm me emër. Kupton? Shumica e pejgamberëve, Ismaili, Ishaku, nuk tregohet historia e jetës tyre. Tregohen vetëm me emra. Pra shumica atyre sa më të mëdhejt. Dhe ato që ka përvojë dhe mësime për të marrë janë përmend historitë atyre. Dauti përmendet në Kuranin famlar 16 herë. Në forma nga më të ndryshmet. I vjen pejgamberllëku, i vjen libri i shenjtë Zeburi. E tani mori famë të madhe. Pejgamber me libër edhe drejtues shteti. Edhe Zeburi si Teurati zbritur me një herë gjithë. Jo, në mënyrë graduale, Vetëm Teurati ka zbrit në të njëjtën kohë. Okay. Dhe Ungjilli i Isait i ka zbrit gradualisht. Okay. Dhe pejgamberi alayhis salam për 23 vjet. Okay. Dhe Dauti alayhis salam i mori, domethënë, ka qenë fenomen. Nuk ka qenë një person që kishte vetëm një gjë, kishte shumë dhunti. E para u bë pejgamber. E dyta ju dhuru Zeburi. E treta çfarë kishte? Ishte shumë i fuqishëm. Derisa ne e dim, tha Zoti i gjithësisë, ja zbutëm atij hekurin, është kështu apo jo? Gjithë njerëzit kishin punë të rënda për të bërë shpatat, për shembull, për të përpunuar hekurin, ai e bënte me dorë. Dhe pejgamberi alayhis salam ka thonë, megjithëse ai ishte drejtues i shtetit, ai punonte me këtë zanat, ishte talent për këtë, për hekurin, për përpunimin e hekurit, dhe nga ajo jetonte me duart e veta. Po. Dauti alayhis salam përpunonte gjëra për hekurit bukura, ndërtonte shpatat dhe i shiste. Nga ajo fitonte me riskun e vet që bonte punën, edhe jetonte me atë. Dhe thot pejgamberi selam i është vlerësuar shumë kjo, se ishte drejtues shteti, vëlla, po nuk jetonte me taks, nuk jetonte me gjërat që mblidhte, atë e menaxhonte super drejtësi, edhe jetonte me riskun e durve të veta. Dauti alayhis salam. 1. E dyta, çfarë kishte dhunti tjetër? I kishte dhënë Zoti dashurinë për ibadetin. Ishte drejtues.
Buxheti ishte me pasuritë pafundme, sa doje. Shtet shumë i fuqishëm, çfarë thot Zoti në Kur'an? Wa shaddadna lahu mulka, ja forcum atij pushtetin. Si thot asnjë jo. Çdo gjë ishte në kulminacionin e precizitetit. E respektonin shumë se ishte edhe pejgamber, patjetër. Dhe e kishte plot pasurinë. Çfarë bonte vllai dashur? Që pejgamberi jonë e ka lavdru, thot Dauti alayhi salam, një ditë agjeronte, një ditë hante. Po imagjino gjithë botën dorë, dhe i ditë agjeronte, edhe i ditë hante. Jo në Ramazan. Ramazani si ishte në këtë kontekst atëherë. Një ditë agjeronte, një ditë hante. Dhe thoshte, kur hante, ditën që nuk agjeronte, thote sot do të shijoj të mirat e Zotit tim. Të nesërmen thoshte, sot do të agjeroj për hir të Zotit tim. Dhe imagjino, ta kesh gjithë botën, prandaj se kur folim shpar për trit, se zbojnë gjithë mbretër, është vështirë. Të kesh gjithë botën dorë, dhe i ditë agjerosh, i ditë jo, është gradë e lartë. Ka thonë, gjysmën e natës flinte, se kësha aktivitet pafund gjatë ditës. Bonte dhe gjykimet vetë. 1/3 falej, 1/6 flente prap. Pra afërsisht 1/3 e natës edhe më shumë, afër gjysmës. Jo si pejgamberi jon gjysmën edhe pak më shumë, po falej goxha natën. Pra kishte botën dorë, edhe u ngrente çdo natë duke u fal me orë tëra për hir të madhit Zoti qofshim atij fal. Tani shive, dhuntit po them, e para hekurin e përpunonte si donte, me fuqi të paimagjinueshme. Zoti ja kishte dhënë këtë dhunti. E dyta i bonte ibadet shumë. E treta, kishte vllai im një zë. O Zot, nuk ka pas zë më të bukur përpara dhe nuk ka pas zë më të bukur derisa të bëhet kiameti si e ka pas Dauti alayhi salam. Është transmetuar që i ka pas brenda kordave tij 70 melodi. Njëra më e bukur se tjetra. Një natë pejgamberi alayhi salam natën po u kthente për shtëpi. Kur subhanallahu, duke kalu ke shtëpia e Abu Musa al-Ash'ari, një nga shokët e vet, po kishte zë shumë bukur. Ai tu lexu Kur'an, tu fal për hir të Zotit rekate, pejgamberi na lon. Syt me lot. Sikte, deri duke një gju Kur'an. Ai e kishte shtruar zërin, vëlla, po kishte zë shumë të bukur. Ai që ka futur Omeri me fal teravit bashkë pastaj në xhamin e pejgamberit. Edhe mbasi mbaron ai, pejgamberi shkon në shtëpi. Të nesërmen, mas namazit sabahut të thret. Tha, o Abu Musa, për Zotin thot më ke kënaqur mbron. Tha, ishte, ke parasysh me njerëzit. I thot, si i dërguar i Zotit? Po kaloja thot, afër shtëpisë se ti po knoje Kur'an. Unë kam ndalu tha derisa ke mbaru. Ai sa keq më vjen i dërguar i Zotit, ta kisha ditë që ti po më dëgjon Kur'anin, ta kisha zbukuruar zërin më shumë. Ke parasysh me kënaq pejgamberin më shumë. Dhe pejgamberi thot, o Abu Musa al-Ash'ari, të zhdon thot një kord, pa e them me gjuhën bashkëkohore, të zhdon një kord nga kordat e shumta të Dautit. Pra kishte vetëm një melodi, Dauti vëlla, alayhi salam. Imagjino ta knosh Zeburin ose të kesh mundësi Kur'anin në 70 forma, njëra më e bukur se tjetra. Sa Kur'ani e ka vërtetu që shpendët kanë ndalu kur ai ka knu Zebur se ç'a bonte. Lëviste në përkodra, në përmale, udhtonte dhe këndonte Zeburin fuqishëm. Sa thot shpendët kanë ndalu najër dhe e madhëroshin Zotin bashkë me Dautin. Ai zot bukur ka pas. Dhe thojnë, një nga kënaqësitë më të mëdha të xhenetit është kur Dauti do kënoj Zeburin. Do e kënoj në xhenet si kënaqësi për besimtarët. Ai zot bukur ka pas. Domthon, e para hekuri e përpunonte dhunti. E dyta, imagjino ç'a njeriu, prandaj Zoti e përzgjodhi edhe përmendet kaq shumë 16 herë në Kur'an. E dyta bonte ibadet, i ditë agjeronte, i ditë hante. Falej pothuajse gjysmën e natës. Mjafton kjo, kishte edhe i zë me Zeburin që të mallëngjete, nuk rishte dot pa qajt. Po ta dëgjoje duke kënduar te Zebur, ai të mahniste. Dhe i gjë tjetër vëlla, që t'i japim hakun. Kurani ka folë të vërtetën për pejgamberët. Pa e mend këtë. Domethënë në vende të tjera është deviju jeta pejgamberëve. Kanë futur sa gjona të këqija për pejgamberët vëlla. Kjo është gënjeshtër e madhe. Kurani
origjinali që si ka lëvizi presje, i ka lavdru siç e meritojnë. Kurse në vende tjera tregohen sa gjëra për pejgamberët që si bonte besimtari më i dobët. Hasha lillah. Kjo është gjinafi i madh. Pejgamberët kanë qenë kulmi i devotshmërisë, nuk mund të bëjnë ato gjëra që si bonte i besimtari i thjesht. Nuk ka logjik për çfarë i zgjodhi Zoti si shembull. Nëse ato do bëjnë ato vepra, ne duhet ta shuhim botën, pastaj ta shkatrojmë. Fiks. Hasha lillah Allah. Është gjinafi i madh. Thot Zoti, përveç zeburit që edhe shpendët ndalonin, kishte edhe dhunti tjetër. Kishte gjykim të drejtë u fasl al-khitab, ka thonë. Fasl al-khitab është oratori të nivelit shumë të lartë. Pra kur ai sqaronte çështjet, e sqaronte aq bukur, i përpunonte fjalët aq bukur sa e bonte gjykimin gjithmonë e më të pëlqyeshëm nga njerëzit. Tani imagjino valla sa nevojë ka për këto njerëz të kompletuar në të gjitha fushat. Pejgamber po, i fuqishëm po, që e tregoj me xhalutin, po i fuqishëm po me hekurin që e përpunonte. Tani thuti, sot për shkak ky është i fuqishëm, po vështirë të gjana i cilësi tjetër. Jo vetëm i fuqishëm. Ishte bota i ibadetit Zotit të jashtëzakonshme, me namaz, me agjerim, me të gjitha gjërat. Thuti asa është dhe i çik ibadetçi, se kështu janë normat, se këto i kanë pas të gjitha. I kompletuar. Ky ishte zër 70 lloje kordash zëri, këndonte zeburin, të drithte trupin sa shpendët ndalonin për respekt dhe madhërishin Zotin bashkë me Daudin, pra se ishte pejgamber. E katërta kishte oratori shumë të madhe dhe gjykonte drejt. Çfarë i bëri tani ta dalim pak konkretisht, se i pjesa atyre që na dëgjojnë dhe ne kemi fëmijë. Po. U luste gjithmonë që të kishte fëmijë që ta ndiqte në pejgamberllok, si Zekaria me Jahjan për shemb, si Ibrahimi që ja dha Zoti si dhuratë Ismailin dhe Ishakun. Është gjë shumë e mirë kur është pejgamber të vijë pejgamberi. Është biznesmen të vijë fëmijë që ja trashëgon vëlla dhe ditë ja menaxhoj. Është dhuratë e madhe. Është një shkencëtar të vijë fëmia të bëhet shkencëtar. Ato që e kanë futbollist kanë ëndër të bëhet futbollist. Varet në çfarë fushë. Është gjë shumë e mirë kur del fëmia i mbar dhe i mirë. Duhet më u lut Zotit. Dhe ju lutte Dauti, nuk ju kthente lutja mbrapa. Ju lutte të madhit Zot dhe i dhuroi sunduesi suprem i universit, cilin? Sulejmanin alayhis salam. Edhe vazhdonte Dauti vetëm ja forcote Zoti pushtetin. Ja forcote shumë. Çdo ditë kishte më shumë bindje populli, çdo ditë ju rriste emri se Allah, duke bërë vepra të mira, Zoti të rrit mirësitë. A kemi thonë disa herë këtu që Zoti të përkëdhel me të mirat e tij? Imagjino tani pejgamberët që çdo ditë kanë shtuar vepra të mira, Zoti ja shtote mirësitë. Ato shtojshin veprat e mira, Zoti ja shtote famën e emrit të tyre. Ato shtojshin veprat e mira, Zoti ja shtote gradat në xhenet me fitut, që thamë ne për pejgamberin, shpresote për wasilen, për vendin më të lartë. Kjo ishte gara madhe atyre se kishin vizion tjetër. Dhe u rrit tani Sulejmani, pra arriti me një moshë që kuptonte mirë dhe Zoti me duat e Dautit dhe me devotshmërinë, me sinqeritetin e Sulejmanit, e bëri Dauti Sulejmanin krahun e djathtë. Dhe e merrte, domethënë kjo është një mësim për prindrit, që kur rriten se janë me një moshë që të mërzisin shumë me humor, se të ngatrojnë edhe nuk janë, don kur e shikoj që është pjek, e merr dhe fillon e mëson. Jo kur është i vogël fare, që të hyn në punët e tuaja dhe nuk çdo as punët e tuaja duke u marrë me fëmin. Po kur arrit me një moshë saktuar, që ti e sheh që ai është pjek dhe mund të bëhet krah, merre sa i mëson shumë. Dhe Dauti alayhis salam gjykonte vëlla. Vishin njerëzit dhe kur kishte çështje të rëndësishme, vishin deri e ngreshin çështjen që i pari i vendit dhe Dauti duke qenë pejgamber gjykote. Dhe këtë e përmend Zoti në Kur'an. Një rast një e përmend pejgamberi. Se kanë pasar vëlla, edhe kërkojshin gjykim nga pejgamberi i Zotit, siç vishin edhe pejgamberi Muhammed alayhis salam, siç ka shkuar ke gjithë pejgamberët. Ai thot Zoti dhe po ju jap dije për çështjen që ndodhi natën. Dhe erdhën për gjykim, thot tek Dauti. Fa fahemnaha Sulejman, wa kullun atayna hukman ilma. Dhe ne thot çështjen e këtij gjykimi jam mësuar Sulejmanit. Por të dy kishin dituri edhe urtësi të madhe. Tani, vllai dashur, natën kishte ndodhur ngjarje, ishin dy komshi. Njëri kishte bagti shumë, kafsh, që i përdorte për ushqime, për riskun, për tokën e për këto. Komshiu i cili ishte këtu kishte të mbjellat. Kishte mbjell shumë gjëra dhe priste tani përfitimet e saj. Natën njëri ky që kishte
dhen të kishte dele, të kishte gjëra, nuk e kishte mbyll derën siç duhet më. Dhe gjatë natës ndodh që ato kalojnë tek komshiu dhe ja shkatrojnë gjithë të mbjellat. Dhe imagjino atëherë ka qenë bazë e jetës. Dhe të dy shkojnë ankohen. Tani Dauti e mbante Sulejmanin në djathën e tij, se donte me mësu dhe i pëlqenin shumë mendimet që i jepte Sulejmani. Ishte i sinqert, i devotshëm, të kesh bab Dautin alayhis salam. Imagjino, i bab me gjithë ato dhunti që tham ne, herë me të knuze burin, fillon të qanë zemra. Dauti, kur i tha kështu, mendoi që ky i ka bërë padrejsi nga pagujdesia, po i ka bërë padrejsi që i shkatron të ardhmen, se ai kishte investuar, kishte hudhur shumë lek. Dhe mendoi, kafshët duhet i kalojnë bëhen pronë e këtij personi që i është bërë dëmi. Sa i s'ka asnjë të ardhur më. Dhe mendoi në këtë formë, dhe i kthehet Sulejmanit. Ti birë, tha, çfarë mendon? Pra ke mendimin që kam unë? I thot ai jo. Kjo është dhe e bukura që ai shumë ka hapësirë, sa edhe brenda nesh duhet të dialogojmë, nuk duhet më mësu fëmijët, çfarë thot baba dhe mbyllë se ta dhash në një. Nuk është kjo, vëlla. Nuk është kjo. Ke paca popullare që se edhe s'dinë edhe pushon se të mbytet, të mësosh ti mu. Ti ke arë nga mua, ke parasysh e ngushton, leje fëmin të shprej mendi, leje Sulejmani alayhis salam. Ai do të më mësoj se do vite mbas Daudit, kur të vdiste do vite Sulejmani, ai do të më mësoj sa më mirë, të merrte pjesë, tipte mendime, po i kishte mendimet vëlla, ja kalonte babës në disa raste ishte akoma i ri. Çfarë mendon ti biri, tha? As i bërtiti, as ta jap kështu, tha, fol bir. Tha, o baba, tha, nëse kafshët ja jep filanit dhe bëhen të ati, prona ati, kam përshtypjen se po i hym në hak. Pse, tha birë? Po sepse, tha, u mendoj tjetër gjë. Jam dakord, tha, për domin që i ka bërë t'ja shpaguajnë këtë mënyrë. Por, pastaj, ky që i ka bërë dëm tjetrit, t'ja punoj tokën, t'ja mbjelli, t'ja lej gati, kur t'i vinë të korrurat, t'ja kthej kafshët. Allahu akbar. Fefehemnaha Sulejman. Subhanallah. Po, këtu, domethënë, dhe Dauti në rregullisht se pa drejt, por e dha një mesatare të artë. Asu dëmtun të dy. Nuk u dëmtun, por ai sa kishte bërë domin, ai ta merrte. Subhanallah. Kurse Dauti mendoi, i ka bërë dom, ja ka shkatru, i takojnë këtij vëlla këto. Dhe shife sa babi mirë, jo me i thon as më u von siklet, tha bir, kështu do e gjykojmë se ti ke më shumë të drejtë. Subhanallah. Kurse një herë tjetër, dy femra, dy nëna lindin fëmijë. Por presioni ishte i madh në familjet e tyre. Fëmia gëzimi i madh me radhë dhe ajo që u kujdeste, i mori dy fëmijët, njëri ndroi jetë. Dhe nëna e të cilës i humbi fëmia e humbi vëlla. I shkoi asaj, bëri një marrëveshje dhe e mori fëmin e kësaj nënës tjetër. Dhe pretendonte që e ka ajo fëmijën, e humbi dote që mos u turpronte ke familja, e shifte të ardhmen nëpërmjet fëmijës dhe u bë një ngatresë e madhe. Kjo ishte pak më e madhe në moshë se ajo që ishte nëna vërtet e fëmijës, kjo e mori, doli dhe u bë çështje e madhe midis fisëve, midis familjeve dhe shkoi çështje ke Dauti. Sulejmani aty. Vjen çështja ke Dauti alayhis salam dhe i thotë, si është çështja? Kërkoi për dëshmitar. Ajo i thoshte që unë se kisha mendjen mirë, më duket se i tako kësaj se e kishte paguajt atë si kujdestare dhe u kriju pak konflikt. Tani i pa Dauti dhe këtë që ishte pak më e madhe, po që si ishte nëna vërtet, e pa pak më shumë moshë më të rritur dhe tha, tani këtu nuk po kuptohet kush mund ta ketë fëmin, por kjo më duket pak më e pjekur, mund ta arrisi fëmin më mirë. Se i kujto Zoti e din. Kupton? Edhe birë që mendoj, tha Sulejmani ka qenë shumë i mençur, prandaj drejtoj botën, pastaj nëse do dalim ke Belkisa që bënte ato diplomacitë e nivelit jashtëzakonshëm, se e para kishte babën që kishte zbrit zeburi dhe e dyta ishte shumë i mençur dhe i devotshëm vet. Bab tha, un kam një mendim tjetër. A më lejon të çohem? Patjetër birë. I tha atij që ishte si tip shefi, po themi aty që rritë se ishte pallati mbretëror. I tha, lutem, nxirre shpatën. Afrohu këtu dhe do ta prem fëmijën gjysta, se babai po thotë ja japim njerëz, ne nuk e dim të vërtetën. Do ta ndajmë fëmijën tha në gjys, e gjysmën ta marrin njëra, gjysmën tjetra, që mos i hym në hak asnjërs.
Kjo që ishte fiksu, që nuk e kishte të vetin, kjo ishte rregull po t'u vriçin të dy vëlla se dilte e në rume. E ke parë ku fiksohet robi? Pra po t'u ndaten dysh, vdiste fëmia, ai ishte në rregull se vdiste fëmia filanës. Xhelozia ishte që njëri jetoi, kurse fëmia kësaj nuk jetoi. E mori shpatën në mënyrë simbolike, dhe kjo që nuk e kishte fëmijën e vet e kishte në dorë. Kjo nuk foli. Nëna e vërtet reagoi më çast. Jo, tha, ajo është nëna. Si udhim. Po, se e kishte fëmijën e vet tamam. Si tha, ajo është nëna, nuk ka problem, vetëm mos e vrit. Tha atyre që veshin rendin vëlla. Merrni fëmijën, tha se kjo është nëna vërtet. Se vetëm nëna vërtet tha e ruan fëmijën. Kurse kjo që s'foli fare, tha kjo nuk e ka fëmijë. Sepse po ta kishte fëmijën e vet kurrë do lejote që tu ndate fëmia në mes. Edhe këto gjëra vëlla e bëjshin që tu mahniste Dauti alayhi salam me fëmijën e vet që po I rritej Sulejmani në të njëjtat hapa që shqyr Zotit kishte shku edhe djali I vet. Tregohet edhe një tjetër vëlla, kjo është për Dautin. Vin dy vet dhe kishin një grindje. Dikush e kishte mashtruar një tjetër për lek. Dauti sikur e frymzoi madhi Zot, tha nesër ju jap përgjigje. Do vini në këtë orë, ju jap përgjigje. Vjen nesërmen, ky që I thoshte këtij më ke marr lekët, ishte e vërtetë në fakt. Tha, për ty më ka thënë madhi Zot që ti do ekzekutohesh sot, s'ka diskutim. Ti do vritesh sot me ligj. Tha I po s'ka lidhje se unë thjesht po ashtu ja lej fare, ishte jo tha ti sot do ekzekutohesh. Se kjo tha nuk e kam nga vetja. Tha kështu ka thoni madhi Zot. Ti po deshe tha fol, po deshe mos fol, po fole pendohesh është më mirë për ty. Çështja tha është e mbaruar. Kur zum gushlla, tha po ju tregoj drejt se unë e kuptova që kjo është për Zotit, e kam vrarë babën tim para ca vitesh. Ai kishte vrarë babën e vet para ca vitesh dhe aty u zbulu kur erdhi për një gjykim tjetër. Dhe doli verdikti që ai do të kush vret babën e vet normal, që do vritet, tha, po lekët duhet më ia kthej familjes tij. E kupton, ty kishte pas drejt, tha ke kjo kam drejt, kurse un po dënohem tha se nga që desha me I marr pasurinë, shko robi deri këtu vëlla. Nga që desha me I marr pasurinë prindit, e vrava me I formë që asnjë se dinte deri sot se ka ditë askush. Ti tha I dërguam I Zotit, ta shpalli Allahu, edhe un kam bë krim tha dhe e meritoj. Tha jepini dënimin që meriton, kurse ti tha kthej lekët familjes që I ke marr. Dauti alayhis salam edhe Sulejmani alayhis salam janë nga shembujt e mrekullueshëm të Kuranit famlar, të cilët kanë qenë njerëz të kompletuar, po që kuptohet Sulejmani trashëgoi për babait gjithë këtë, e pastaj Zoti I dha atij shumë gjëra tjera sepse ai bëri një lutje vëlla. Bëri lutje. Ai bëri lutje për disa gjëra, po ne nuk do t'i themi të gjitha. Po ai tha kush falet të Zot në Beitul Maqdis, që falet aty, pra që I lutet Zotit edhe falet, ti bëj atë si dita që ka lind nga barku I nënës tij. Dhe një nga lutjet që ishte, që ne do ta përmendim radhës si vjen, ishte më jep atë pushtet që se ka pasur askush përpara meje, do ta ketë askush mas meje. La yebghi li ahadin min ba'di. Mos ta ketë askush pushtetin që do më japësh mua, dhe Sulejmani kishte I të mirë vëlla që nuk ja kthej te Zoti lutjet mrapsht. Kur u lut që të ketë pushtet që s'do ta ketë askush, I madhi Zot, pastaj nëpërmjet kësaj, ai në pushtet, në fuqi, u bë më I fortë se sa babai I vet Dauti alayhis salam. Shumë interesante. Në momentin që po themi me shpendët dhe me gjitha, mos duket domethënë diçka sikur vazhdon të thellohen to cilësi, për shembull që pastaj Sulejmani kaloi edhe me komunikimin e gjuhë me ta. Me çdo gjë pastaj. Duket domethënë sikur është ngreti themelet babai. Babai ngreti themelet dhe çdo gjë pastaj e plotsoi domethënë Sulejmani. Në moment domethënë tani se po shkojmë edhe pak domethënë dua të marr edhe pak kohë sepse më ka bërë përshtypje shumë një histori mes dy bashkëshortëve.
të cilët ti vendos ti ke treguar dhe shumë e bukur, edhe më pëlqen. Po jo, që nxjerrim konkluzionin bashkohor. Kjo na duhet që neve njerëzve t'i japim idenë se çfarë duhet bëjmë sot. Se si tham, ta sjellim gjithë Kuranin, ta sjellim ditë të sotme. Po, do të thënë sa vlerë ka dhurata e gjitha komplet. Jo, s'dim me gjykun e sot. Ne të morim qallë. Ignorancë e madhe shumë. Ne me pas me mor mend diku shkopi kjato valla. Këtu të sakatojnë valla. Vështirë se t'jep njëri gjithë mençur. Jemi të nxitum, më shumë i ngrehet gjaku atij që po pyetet se sa këtij që i ka ra halli. Ne nuk lem kohë, për shembull ku ka vështirësi le pa kohë. Leja atë që i ka ndodhur problemi që të qetësohet. E dyta, dëgjoj të dy palët. Neve na ndodh sot, besoj edhe ato që na dëgjojnë i begatoftë i madhi sot, një ngjarje ka ndodhur 10 dëshmitar të 10 të tregojnë ndryshe. Prandaj s'lejohet me Islam të marrësh vetëm njërin mendim edhe tjetrin mos ta dëgjosh fare. Ç'a ndodh valla? Zihet burri dhe gruaja shumë keq. Ndodh valla në çdo familje. Por i gjoj që si ishte themelore. Ngreje zërin burri, më shumë gruaja. Mirë për mua që mreti si bashort, si u martova me ty. Ku gjetëm ty? Po, sikur nxehet. Sa? Domethënë, çka ka mbart burri dhe gruaja për 6 muaj ja thojnë me i takim, aty kur mërziten. Të kujtohet kjo dhe burri dhe gruaja dhe i përmendin vetëm problematika. S'ka durim fare. Dhe këto vëlla kështu. Edhe ky në fund i thot, dëgjoj, po iki se po qëndrova do të godas. Më godite po që ke parasysh kur të kap nervi? Më goditi ta shofësh ti e do i them babit e kupton? U bo një problem. Ky doli përplasi derën, ku të shkoj, kishte një, po themi hoxha teologa, njëri i dishëm i fezë. Njëri që mendon, arsyeton dhe t'jepi shpjegim që duhet. Kjo mori motrën. Alo, ka ra fatkeqësia, ai kështu e duke. Ajo jo tip siç duhet. Ja po të marrë, po kështu janë gjithë burrat dhe nuk e ndihmoj. Kurse ky me dije fetare e uli, edhe ky e la të shfrynte. Këto gratë sotme, po kjo s'bone, nxirrte gjëra që edhe Zoti nxjerrë njeriu për familjen valla. Ky e dëgjoi, e la tu qetësonte. Avash. Po mirë i thoshte se me thot drejtën, çdo rob ka të metat e veta. Po bashortet kanë shumë të mira. A nuk janë kështu, a nuk janë kështu. Edhe un kam në debat, po dominon e mira, filloi tu e qetësu. Ha të kristalizohesh valla. Me trajsh një tjetër thot, unë rraf për ditë ti e le të flasi ashtu, po të paskara burrnia. Valla ka njerëz, sot ka i pjesë njerëz që janë kaotik. Ti ke halla të ta shtojnë më shumë. Shko rrife, vetëm ashtu shtrohet gruaja, pse s'ke nga këto, ke çuditëra mëdha që dëgjoj sot. Është kështu valla? Ky e qetësoi, e bëri që ta kuptoi ai që ishte një ngjarje e madhe. Ora tha, ke prishti familje, ke qenë me femrat huaj ajo. Po ajo me burrat huaj jo. Ai keni vjedh njëri tjetër, se ka ca gjëra mëdha e familja valla. Atë ka trasu për një gjë, jo. Po për çfarë? Jo, po më pa kështu edhe dreka si ishte bërë në kohën e dur, gjëra të vogla për ta çuar debat edhe për ta çuar ndarje. Masi e qetësoi mirë i tha, dëgjoj. Do të themi porosi islame. Po sa më thuj, ka thënë pejgamberi alayhis salam, te hadeu te habu. Dhuroni të duani. Zoti tha në Kur'an ka thënë, krijoj midis çiftit dashuri dhe mëshirë. Ti tha as dashuri s'ke dhuru sot as mëshirë. Se mëshirë çfarë do thotë? Dhe kur të hikën sensi çastit për dashurinë, ti ke mëshirë, se po të hiku dhe dashuria dhe mëshira, pastaj do ta godasësh. Kupton si janë të lidhura? Prandaj thotë dashuri dhe mëshirë. Mëshirë do thotë që edhe për çastin të hikën dashuria se mërzitesh. Është mëshira në mes vëlla. Çfarë të bëj tha atëherë? Tha, do t'i blesh dhurata. Do ta kthesh ta se Zoti ka thonë në Kur'an, ktheheni të keqen me të mirë. Kjo është gradë e lartë. Ti besimtari thanë Zot, është turp që familja mos të jetë paqe ashtu siç e meriton, mos të ketë dashurinë që Zoti kërkon në Kur'an, mos të ketë mirësinë që kërkon, mëshirën. Edhe ky kishte respekt për këtë person. Tha, do ta bëj. Dhe çfarë bën valla? I blen një parfum, tani kur ta mbyllin historinë, do mshajnë burrat, do mlafdrojnë gratë. Është histori që do thojnë
Po valla, kom kohë që si kom bledh dhurat, po unë do ta them. I blen një parfum dhe një Gjerdan, nuk po them shtrenjta, po ai sa kishte mundsi. Dhe shkon në shtëpi. Kishte ra. Kishte gjetur robin e dur, motra e ngarkote atë atje. Dëgjoj këtu e mos lejoje, sepse ne gratë duhet ta. E ke parasysh duket të sforcuar më shumë. Shkon, futen në shtëpi, selam aleikum. Ai aleikum me gjysë zëri. E kupton se ishte e mërzit më akoma, ky ishte qetësu. Pra çisa ka të bëj personi. Si gjykote Daudi me Sulejmanin, duke i mendu, duke i logjiku, duke i sqaruar nëpërmjet dijes, durimit, argumentave. Dhe ky çai tha, ajet Kurani, kthehet keqen më të mirë. Ti këtë e ke urdhër për gjithë njerëzit, jo për bashortën tënde në shtëpi. Dhe e dyta tahadu tahabu, dhuroni duani. Kjo është edhe për familjen, kjo është për prindrit, kjo është për shokun, kjo është për shoqën, është për gjithë. Dhe shkon valla. Edhe selam aleikum me zëri ktheu përgjigje. Tani ishte bo sta për këti, e latë qetësohet i qik, e i tha, debate, njerëz jemi. Po jo sa ajo më ofendove, pa balla. Po jo, edhe ajo qetëso. Kur filloi ky, nxjerr parfumin. Tha, sa i mirë është ky parfum, dhe sa e mirë është era e këtij parfumi. Po kur e vendos ti atë, bëhet dhe më i mirë. Po. E nëzori Gjerdani, zit atë, si nxiri. Ja vendosi vetë. Tha, ky Gjerdan, synimin e ka ta zbukuroj një femër, po bukuria jote e zbukuron Gjerdani. Që e majti që të irat fikët dha nga gëzimi. U knaq. Ke parasysh, po ja pra kjo është ta kthesh. Kjo është, a tham Kuranin tabim. Ç'a Kuran? Qofse kthehet keqen me të mirë. Dhuroni se do të duheni. Dhe vlla, i bëri 2 dhurata. Kujt bashortes vet. Po burrat e sotëm, më fal vlla, sa dhurata bëjnë jashtë grave të huaja sot. Se këtu në këto vene jetojmë vlla. Si dridhe dora me i bë grave të huaja dhurata, edhe bashortes vet shtëpi nuk i bëjnë. Ka nga ato, ti je më integrum se unë. Ka apo s'ka? Sa dush. Ha pra. Argjojnë nga 40.000 euro me jahte me gratë e huaja. Edhe i dridhe dora me i bë dhurat bashortes vet shtëpi. Por ne i thash do më shajnë burrat e do më lavdrojnë gratë. Po kjo është histori vlla reale. Ja knaqi shpirtin edhe zemrën. Po femra ka i gjolla. Po ja knaqi shpirtin e zemrën, ta knaqi 10 herë. Po. Pse? Pse? Do t'jap argument. Sepse femra është më emocionale. Femra në ka bo Zoti më shumë emocione dhe vetëm ajo mund të rrisi fëmijë. Nëse majmë do të 5 minuta kur është i vogël. Yes. Kurse nëna e duron 24 orë dhe vetëm e puth fëmin, sepse Zoti i ka dhënë ndjenjë dhe zemër. Dhe është e mbushur me dashuri. Kur ti jep 1, ajo t'jep 10. Kur ti jep për krahje dhe je afër saj, ajo t'jep fëmijë. Kur ti jep ngrohtësi, ajo t'jep shtëpi dhe ta bën fole. Edhe u knaqen, ajo mori motrë. Motra tha prap kjo do ma shaj. Si je mirë si kalove, burin që kam mos e ka asnjë. Po kështu është vlla. Po nga rodhi, nga sugjerimi i mirë. Prandaj sugjerimi që japin për vëllezërit dhe motrat që na ndjekin është që gjeni njerëzit e dur me me cilët shoqëroheni, këshilloheni, jetoni, sepse ignoranca të merr në qafë. Nuk kupto asgjë as në këtë botë. Kurani thotë e vërteta ju erdhi nga Zoti juaj. Kush e ka vizionin ta kuptoj lum për të. Kush është i verbër ndaj saj ka dënuar veten e vet. Prandaj do shumë kujdes. Ne me që më the, domethënë që burrat do mërziten, unë shoh vetëm burra që thon Zoti të shpërblej se na. Inshallah, ishte shaka valla, patjetër. Po për burrat edhe ne të dy këtu valla, me Allahu ta shpërblej të shfillimi dhurata, valla, dhurata në muajin e Ramazanit. Tani vetëm Jo, po mos ma kalon kaq lehtë. Jo, po unë mirë zotom që do bëj dhuratë. Kryej se po se zbatum neve të parë, da nuk të është kot. Unë jam e kënaqur me burrin tim, thot një. Zoti ja shpërbleft edhe ne atë që kemi. Jo, po tash ti dush e kënaqur, po kap në dhuratë sot. Po jo, duhet më e bë se s'bën. Edhe sa ka valla? Po, tani e vetmja vështirësi, me që po kalojmë nga njëra temë se pjesa e gjykimit e kuptuam domethënë gjithë do vinë. E vetmja vështirësi që kanë burrat në tilla raste është sedra.
Tani të flasim kështu se Po. jetojmë këtu. Po Se patjetër. ti e bën shumë të bukur, por për zotin kur jeni ato momente që jetu uzi, domethënë gjoja e fundit shkon mendja me ikë me bodhurat, a? Po do vish më takosh mua. Po mirë, mos e di se Edhe unë David takoj ti. Jo, Kur të kem unë debat. Jo, mu mos tako. Shiko. Se nuk do më jap shill, ë? Jo, më mund ta jap, po nuk e di a do të pëlqej. Tani ka diçka. Në Doj mesazh të bukur. ë Një burr i suksesshëm pas një gruaje të suksesshme. Një burr i pa suksesshëm ka 2 gran mes. E tani, domethënë tani para 10 ditë që mund ta bëjmë këtë lloj teme. Në Ramazan la duhet durojmë. Po flisim për çështjen e setrës dhe çështja e burrnisë. Unë kam përshtypjen se burra më të fortë se sahabët në tokë nuk ka. E vërtetë është. Kur shkoi sahabi ke Omeri me u anku, si e gjeti ke shtëpia? Që po i Po. bite dersën i gjoj. Çfarë po? Ma loste me fëmijët në shtëpi valla. Jo, përveç asaj, ishte dy për ti gruaja. Në rast tjetër, po, e tha që e kam më në hall se unë. Po, Se njerëzit do ta kuptojnë që neve mbajmë veten nga njëherë për burra, po kjo nuk është burri. Kjo është, kam përshtypjen se kjo është smundje. po Se atje patjetër. për burra ishin sahabët, që kur dinin luftë në këtë dritë të qerpiku, kur vinin në shtëpi ishin njerëzit më të butë. Po patjetër se është urdhër. Më i miri ndër ju është që është më i miri me bashortën e tij. Tani burr më tashpër në historinë e njerëzimit të pjesës islame I për drejtë, drejtësi e më themi, gjitha, po, po. nëse Omeri s'kishte njeri. Po, është e vërtetë. Kur shkoi më anku për gruan e vet, sahabi e gjeti që gruaja e Omerit po Po, në atë çast ishte mërzit, po bërtiste. vetëm të lutem, nëse më amen, çai thot kur i thot hajde thot. Po qëllon që Omeri për të shmang debatin, hapi derën me dal. Po jo tu e përplas as me ofendu, pa e pa që është ngarkuar. Ai di si thot pejgamberi alayhis salam. Mos u mërzisni nga debatet e ditës. Në darkë thotë do të leni prapë bashkë. Po, E kupton? s'marrohet. Dhe del Omeri. Kur e shikon këtë, o filan thot mos ishe gjë. Po i thot o prisi besimtarëve, po ti ishe në hall se unë. Dhe Omeri çfarë bën valla? I thot mos u mërzit asnjëherë me bashortën, sepse ajo bën këtë të mirë, këtë të mirë, këtë të mirë dhe i përmend 10 të mira që ai e gjente nga bashortja e vet. Tham qofse ajo bën çdo ditë 10 mira, unë do të mërzitem vetëm për një herë që ajo mërzitet. Logjika. Dhe ne kalojmë mirë shumë kohë dhe i harrojmë ato dhe për i debat mund ta agravoj hy shejtani mallkum, edhe nuk e gjejmë suksesin edhe mirësinë. Kështu që ti dhe unë domethënë kemi humbur shansin për të pas burrnisën e zgjimit skuqi kokërbes në shtëpi. Po, Këtë mirë. inshallah, Allah. Këtë mirë që na janë. Allahu të shtoft thot diturinë nderuar o Xhelvisi, inshallah edhe fëmijët e tu ndjekin rrugën tënde, amin, se kemi shumë nevojë për dietar. Ne si jemi dietar, po jemi njerëz që shpjegojmë fen, sidomos në kohën që po jetojmë. Allahu ju shpërbleft, amin edhe juve. Një mesazh i bukur. Dhurata më e mirë që një baba u bën fëmijëve është ti ta dojë nënën e tyre. Fiks. Mashallah. Fiks. Na le pa gjumë vlla thot me këto histori të bukura. Zoti ja shpërbleft. Në Kanada vajti ora 12 thot që kanë Kanada vlla. Zoti inshallah. Dhe ne duhet ta mbyllim dhe kam përshtypjen se dhe neve po kemi handin e sabahut. Sa bukur thot njëri nesër se e kisha në mend këtë vlla. Na tregon thot për Daudin dhe engjëllin që merr shpirtin, e ka drejt vlla, me këtë do e fillojmë nesër. Okej, ta shënoj. Shënoj se edhe unë e kisha, po na shkoi pak vonë. Edhe Kete me një sprov që jep me engjë që Po, 99 me po. një kemi shumë vëllezër e motra që na shkruajnë, po na kap sabahu, inshallah juve. Inshallah ndash Zoti. Andraime thot është të takoj, të duam për hir të Allahut, Zoti ju dashte, ju begatoft. Inshallah Zoti na e pranoft. Vazhdojnë dha njerëzit shkruajnë për Jusufin alayhis salam, por thot njëri, thot Besim Demiri, thot që sot do iki, thot në bankrot se duke do jetë e lekët, thot ka me shku, thot. Inshallah, për Zotin e kam me sinqeritet, të t'ja bëjmë obligim ne meshujt edhe burrat që jemi këtu, që t'ja bëjmë nga i dhurat bashorteve. Por ka shumë që na ndjekin që mund mos jenë martuar dhurat prindërve. Po. Inshallah për muajt e Ramazanit, përveç veprave të mira tjera që do bëjmë. Allah, është sabahu afër, inshallah
Atëherë Zoti na pas të mëshirua, na e pas të pranu këto fjalë të mira në emrin e Tij. Edhe na boft që të kemi dashuri gjithmonë për njëri tjetrin, e ta kemi zemrën e pastër. amin. E gjitha kjo brenda 1 ore, sa shpejt ka kalu. Po. Zoti është përbleft që të gjithëve që na ndoqët, agjerim të lehtë të pranuar nga Amin. unë dhe Elvisi. Selam aleikum. Aleikum selam.